Në një familje ka konflikte, në një familje ka pakënaqësi, në një familje ka edhe dashuri dhe ndalim, në një familje ka konfrontime, ka përplasje mentalitetesh, përplasje gjeneratash, po ideja di ku qëndron, që konfliktin me fol, me diskutu, me shtru e parashtru, e jo me pas një raport me fëmijën autoritar, unë jam ligji, ti dëgjon çfarë themon, ose në anën tjetër, nëna është streja, ndërsa babai ligjvënësi. Kjo nuk duhet të jetë prezente në familjet sot. Sepse në qoftë se babai është ligjvënësi e nëna na qenë kastreja, atëherë fëmiu bie në një situatë, në një pozicion, bëj një gabim, fshihem tek nëna. Sepse babai do të më ndërshkoj. E çai bie kjo? Dashuri dhe ndalim. E një fëmijë në qoftë se rritet me këto dy elemente, dashuri dhe ndalim, ai në fakt në të ardhmen ndërton një personalitet perfeksionist ose një personalitet ambivalent në disa momente. E kjo pastaj e bën situatën dinamike në familje, të komplikuar edhe shumë komplekse. E për që ato janë profesionistët e shëndetit mendor, mjekë si ju të profesionalizuar, edhe ne psikologë që të gjithë jemi të rëndësishëm pa dallime, e që bëjmë maksimumin e përpjekjeve me dhuru shoqërisë kontribut pasionant për mi zgjidhur këto çështje.